Shqipëria 2025. Tempulli i lavdis apo kolonia e korrupsionit? Ku jemi sot, të dhënat dhe perceptimet sipas raportit më të fundit të Transparency International SP 2024, Shqipëria mori 42 pikë mbi 100 dhe u rendit 80 nga 180 shtete për perceptimin e korrupsionit. Ky renditje përbën një përmirësim historik. Një +5 pikë krahasuar me vitin paraprak. Megjithatë, sipas një hulumtimi të publikuar më 2025, 91% qytetarëve e shohin korrupsionin si problem madhor e gjithëpërfshirës, një pjesë e lartë, many biçim rishfeti, nepotizëm, lidhje politike biznes. Shihen si normale dhe të nevojshme për të lëvizur në administratë publik. Një tregues i kulturës së lënë pas, që legalizon korrupsionin në zakon. Konkluzion. Edhe pse skena ndërkombëtare raporton fëmirësim për ditëshmëria e shqiptarëve, perceptimi i tyre, përvoja me rishfete, nepotizëm, favorizime, tregon se sistemi i vjetër nuk është zhdukur. Vetëm u maskua pak më mirë. Shembuj konkret. Si korrupsioni, klientelizmi dhe keq qeverisja rrëzojnë idealin e lirisë, rasti Belinda Balluku dhe tunel Llogara në nëntor 2025, struktura speciale antikorrupsion, SPAK, ngriti akuza kundër Ballukut për manipulim të tenderit të tunelit të Llogarës, me pretendimin se fituesi ishte i parapëlqyer në shkelje të ligjit të prokurimeve. Më 20 nëntor 2025, gjykata vendosi mas sigurie, pezullim nga detyra dhe ndalim dalje jashtë vendit për Ballukun, që do të thotë. Po, dëshmohet se projektime e mëdha infrastrukturore që prekin lëvizshmërinë, rrugët, tunelat, shpesh janë përdorur si mjet për pasurim të padrejtë. Skandali i inceneratorët e Shqipërisë, Elbasan, Fier, Tiranë, gjatë viteve 2010-2020, ndër koncesione me shumë buxhet, për djegje mbetjesh urbane. U dyshua për përzierje të interesave politike me biznes privat. Sipas auditimeve dhe akuzave, koncesionet për incenerator sollën kosto të larta për taksapaguesit, mbi 350 milion euro në 30 vjet, pa garanci shërbimi me kontrata të dyshimta. Drejtues të lartë, përfshirë ministra, zyrtar dhe biznesmen, u vunë përpara gjykatave për rishfete, shpërdorim detyre, larje parash. Por procesi ka qenë ngadalt, me rikthime, sfida dhe pak shpresë për drejtësi të vërtet. Situata me investimet, drejtësinë dhe klimën për biznese dhe pse rezultati në SP u përmirësua, sipas një analizë të bërë në 2025. Investitorët e huaj ende e shohin Shqipërinë si ambient me rrezik të lartë për investime. Arsye kryesore: korrupsioni institucional, mungesa e stabilitetit ligjor, mungesa transparence në PPP, partneritete publik-privat, rruga drejt integrimit në mbështetje e vështirë. Sundimi i ligjit, pavarësia e institucioneve, kontrolli parlamentar mbi ekzekutivin, janë ende të brishta dhe të kapshme nga politika. Pse reforma nuk mjafton, dhe pse qytetari duhet të reagojë qëllimi i ligjeve kundër korrupsionit dhe institucioneve të posaçme, SPAK, gjykata speciale, prokurori antikorrupsion, është domethënës dhe ka hedhur hije, por sipas ekspertëve mungon kapaciteti dhe pavarësia e vërtet. Ndikimi politik, presionet, mungesa e mbështetjes buxhetore i dobësojnë efektet. Pa presion civil, pa interesim qytetar, media kritike, presion për transparencë dhe llogaridhënie. Korruptimi i vogël dhe i madh vazhdon të lulëzojë. Hulumtimet sociologjike flasin për normalizimin e rishfetit, nepotizmit dhe favorizimeve si pjesë e përditshme të marrëdhënies me shtetin. Investimet e huaja mbeten të friksuara dhe ekonomia ngadalësohet. Pa besim të institucionet dhe me korrupsion që deformon konkurrencën. Nuk mund të ketë zhvillim real, jo vetëm projekt. Çfarë duhet të bëjmë ne, shoqëria civile, qytetarët, intelektualët veprimi, pse është i rëndësishëm mbështetur pavarësinë e institucioneve të drejtësisë pa një drejtësi të vërtetë. Ligjet mbeten letra bosh, nepotizmi niset prap, korrupsioni rilind. Kërkuar transparencë në çdo tender koncesion publik, tendera si tuneli Llogara apo inceneratorët tregojnë se mungesa e transparencës sjell pasuri për pak, humbje për shumë. Ngritur presion qytetar, jo vetëm ankesa sociale, heshtja, pjesëmarrje. Protesta, betejë mediatike, kërkesë për llogari, janë pjesë e luftës për integritet. Edukimin qytetar dhe denoncimin e korrupsionit të vogël. Korrupsioni nuk fillon gjithmonë me ministra. Shpesh nis me nepotizëm, rishfet për shërbime, favore për mikun. Duhet ndryshim mentaliteti. Të mos pranojmë më të voglën keq, si zgjidhje drejtësia dhe mirëqeverisja nuk është privilegj, është detyrim. Nuk mund të votosh për më të padenjshmin, më të padenjshmen dhe të kërkosh ndryshim. Liria nuk mjafton. Kërkohet drejtësi dhe përgjegjësi. Kur ne festojmë 28-29 nëntorin, mendojmë për ata që dhanë jetën për liri, por liria e tyre, për të qenë e vërtet, duhet të jetojë çdo ditë. Jo në flamurin ton, por në institucione, në gjykata, në rrugët që ndërtohen, në shërbimet që marrim. Nëse lejojmë që korrupsioni, nepotizmi, klientelizmi të jenë norma, atëherë liria është vetëm fasad.
Artikulli më lartë nuk është thjesht një denoncim. Është thirrje për përgjegjësi, për ndërgjegje, për mobilizim, sepse as flamuret dhe as himnet nuk shpëtojnë atë dheun. Vetëm ne, njerëzit me vullnet, vendosmëri dhe drejtësi, mund ta shpëtojmë.